Të nderuar shikues të Open TV-s, dashamirë të futbollit, kudo që jeni, nërgjimtar të
komunës së Likovës dhe të Kumanovës. Ju përshëndesin nga stadiumi I klubit të futbollit Bashkimi këtu në Kumanovë, ku në çdo çast e presim fillimin e ndeshjes së derbi. E kemi cilësuar si El Clasico e lidhjes sullusike të Likovës, duel I dy skuadrave të para në renditje, Hotla dhe Mateqi. Në cilësinë e Koqirit janë skuadra e Hotlës. Është kjo java e parafundit e kampionatit në lidhjen futbollistike të komunës së Likovës, dhe sot nga kjo ndeshje dhe nga ndeshja e fundit që do të zhvillohet do të mësohet edhe kampioni I kësaj lige. Hotla është në vendin e parë për shkak të goldallimit më të mirë, me fanellat verdhe ze. Janë klubi I futbollit Mateqi, të cilët po e bëj një fotografi kujtimi, prapa I kanë tifozët e tyre, të cilët kanë ardhur nga Mateqi, pra rreth 12 kilometra ka distancë Kumanova me fshatin Mateq të komunës së Likovës. Është një lloj edhe derbi I fshinjësor, sepse Hotla dhe Mateqi janë fshatra fshinje. Ne përveç tifozëve të Mateqit në tribunën, në anën e djathtë të tribunës kryesore të Bashkimit gjenden edhe tifozët e Hotlës, arpaqikët e njohur, e tash atje po shkojnë futbollistët e kësaj skuadra me fanela kaltër e bardhë për të bërë gjithashtu edhe një foto para këtij derbi I cili do të mbahet mend, për shkak se po ndodh për herë të parë të dashur shikues. Për herë të parë derbi I Likovës zhvendoset në Kumanov. Edhe atë fal mbështetjes të cilën na kanë mbështetur, na kanë sponsorizuar këtë ndeshje shoqata, edhe unë jam Mateqi në Zvicër, pra një shoqatë e cila kontribuon për fshatin e saj dhe në përgjithësi ku ka nevojë ndonjë familje. Pra edhe njëri falenderojmë shoqatën edhe unë jam Mateqi për transmitimin direkt të kësaj ndeshje, ndërkaq ka pasur edhe njerëz që kanë munduar se kanë dhënë kontribut që ky derbi të luhet këtu në stadiumin e Bashkimit, por kryesia e klubit të futbollit Bashkimi me gjithçef, e cila kryesi gjithmonë është në shërbim të promovimit të futbollit, mundësoi që derbi të luhet në këtë stadium, edhe pse kushtet nuk janë aq të mira, pasi deri dje në këtë stadium është zhvilluar turneu ndërkombëtar në futboll për moshat e reja. Nisi ndeshja fiks në orën 17 nga qendra janë lojtarët e Hotlës. Avnin e Ziri, përfaqësuesi Hotlës. Pastaj sekretari I lidhjes futbollistike të Likovës, zotëri Llokan Shabani, kryetari Abdullah Saqipi, dhe të gjithë të tjerët janë angazhuar që kjo ndeshje, derbi, të luhet në stadiumin e Bashkimit. E përmend edhe një herë edhe pasi që kryesia e Bashkimit mundësoi që pa pagesë, pa falas tua lejoj fushën e futbollit që ndeshja të luhet në këtë stadium. Pra, të gjithë duhet falenderuar për zhvillimin e kësaj ndeshje këtu në stadiumin e Bashkimit. Ja edhe formacionet e të dyja palëve, topi në duart e portierit 24 vjeçar Emir Ali, pastaj te Mateqi, Bleron Hiseni, Ermal Rustemi, Anid Osmani, Arben Ayredini, Fehmi Qazimi, Valeri Sufi, Elvis Musliu, Abdulaziz Ramadani, Nazim Nuhiu dhe Gjelbrim Gjemaili. Në pankin janë Ramadani, Bakia, Hiseni, Sulimani, Aslani, Isufi, Hiseni,
Mehmeti dhe është Lyshej Mehmeti dhe Admir Mehmeti. Dëgjohet vëshëllima e referit kryesor Valton Maliqi, goditje dënimi për skuadrën e Hotlës, e cila luan me këtë formacion. Në port është Sheval Neziri, pastaj Abazi, Raqipi, Sherifi Neziri, Zube Neziri, Kurtishi, Ibishi, kapiteni Fetaj, Abazi, Mustafi dhe Sali. Të shojmë këtë aksion të Mateqit, mbesin në veprem. Është Nuhiu dhe aut për ekipin e Mateqit. Në pankinë është Suazendeli, Argjend Kurtishi dhe Gentrit Alili. Trajneri skuadrës ose krye trajneri e ekipit të Hotlës është Berat Avdiu, trajner Shemsi Neziri, thash përfaqësuesi i ekipit Avni Neziri. Trajner i Mateqit është Rinori Seni, përfaqësuesi i skuadrës Driton Mehmeti. Aut për Hotlën. Ju thash, skuadra që do të fitoj sot do të shpallët kampion një gjiro para përfundimi, sepse në fitore janë 1-1. Njerë ka fituar Mateqi në ndeshjen e parë 4-3, ndërsa në ndeshjen e dytë Hotla shënoi fitore me rezultat 2-1. Kontra faul aty tregon Valton Maliqi, referi me përvoj në këtë rang të garave. Nga viti 2019 është gjyqtar i Ligës Komunale, gjyqtar kryesor, ndërsa nga viti kaluar referon në Ligën e tretë. Është 29 vjeçar, goditje dënimi për Mateqin. Ta përfundojmë dimin të dashur shikues, nesër bëhet tërheqja e shortit. Me fillim për 18 do të tërhiqet shorti i balotazhit. 5 kampionët e ligave komunale, Kumanov, Likov dhe disa rajone të Shkupit do të jenë në short për balotazhin e ligës për të inkuadruar në ligën e tretë grupi Verio. Të shohim këtë situatë për Mateqi. Nazim Nuhiu ishte aty në pozicion për të rrezikuar portën e Nezirit, mirë po është akorduar pozitja shloje. Në minutën e 5 ansori i Maliqit është Furkan Fetaj dhe Erkan Aliu. Gjyqtari 4 është Aki Shukriu, ish futbollisti i Bashkimit të Kumanovës. Loja vazhdon. Abazi, qëndrim Abazi. Tash citat e rrezikshme ishte, mirë po është dëgjuar vërshëllima e arbitrit Maliqi, ka pasur pozitë jashtë loje. Për një moment ndeshja është ndërprerë. Minuta e 7 përjedhë në pjesën e parë, Hotla Mateqi në stadiumin e Bashkimit në Kumanovë. Rezultati është i barabartë 0-0. Moment edhe për fizioterapeutin e klubit të futbollit Hotla, pasi një lojtar i tyre ankohet në lëndem. Të shpresojmë se gjithçka do të jetë në rregull me futbollistin Shuaib Mustafi.
Ditëve të fundit të shikues të nderuar pati rreshje të shiut në Kumanov dhe rrethin. Prandaj edhe terreni nuk është sa duhet i përshtatshëm për lojë. Ju thashtë ka pasur këtu, është zhvilluar një gjatë fundjavës një turne ndërkombëtar për fëmijë dhe terreni të shojmë ka offside. Terreni është në këtë gjendje jo të mirë. Do t'u avështërsoj futbollistëve lojën. Ajredini intervenon aty Sherifi dhe tani Neziri për qëndrim abazin. Hotla përpiqet të organizoj kundërsulm. Ndalet aksioni I tyre për një moment. Lirim Abazi nuk arriti ta kontrolloj topin si duhet. Tani Ajredini vazhdon ta mbaj topin e kthen mbrapa. Sherifi nuk e bëri pasimin si duhet dhe topi përfundon në duart e portierit 24 vjeçar Emir Ali. Ka disa oferta nga klube të ndryshme për të vazhduar karrierën. Të shohim nëse do të mbetet te Mateqi edhe në sezonin e ardhshëm. Kuptohet nëse Mateqi ngjitet në ligën e tretë veri. Goditje dënimi për një saferet është të thëmë Fojza. Është kë Femir Qazimi, djali I ish futbollistit të Mateqit, Kujtim Qazimi. Edhe gjyshi Milazimi I ka luajtur futboll. Të shohim këtë përpjekje të Anit Osmanit. Në tribunën kryesore mund të them se ka rreth 1000 shikues të futbollit. Shohim topi jashtë vijës anësore, out për Mateqin. Iseni e kthen në lojë. Shohim tani dëgjohet edhe një herë vëshëllima e Valton Maliqit. Goditje dënimi për skuadrën e Hotlës. Rezultati është 0-0. Dje bashkimi shikues të dashur siguroi kualifikimin historik në ligën e parë pas 18 vitesh në Kavadar mposhti Besën e Dobërdollit me rezultat 2-0 me gola të shënuar nga Hebib Saiti dhe Filip Aleksovski nga një gol në të dyja pjesët. Festë ishte e madhe dje në Kavadar, ku rreth më shumë se 3000 shikues, 3000 dashamirë të futbollit të bashkimit, pastaj tifo grupi I Lerët ishin në Kavadar për ta mbështetur bashkimin. Ja dolën që të gjithë së bashku ta shënojnë këtë rezultat madh, kthehet bashkimi në elitën e futbollit në mesin e skuadrave më të mira në vend. Sot ka ardhur një lajm I mirë nga Dobërdolli. Besa, edhe pse kishin njoftuar të heqen nga garat, klubi pritet të kalojë në duart e
drejtuesve të fshatit Dobordoll dhe fshatrave tjerë të rrethinës. Kemi godi qëndrimi për Hotlen. Shpejt niset aksioni. Para bashkimi Shkëndija e Raqinës e siguroi kualifikimin historik në ligën e dytë. Po në Kavadar, duke mposhtur slogën e Vinisës, më falni, Osogovën e Koçanës me rezultat 2-1. Edhe Shkëndija pas 2 dekadash kthehet në ligën e dytë të futbollit. Kompletohet Hotla, kthehet në lojë Elmedin Sherifi. Rezultati është 0-0 në derbin e javës parafundit, javës 14 të ligës fullustike komunale të Likovës. Kampioni do të luaj në balotazh për ligën e tretë të grupi i Veriut. Dje edhe Lopati nga fshati Lopat e siguroi ose u shpall kampion i Kumanovës, i lidhës fullustike komunale të Kumanovës. Një sukses i jashtëzakonshëm, pasi për një vit garimi, pas reaktivizimit, Lopati në kualifikimet ose në Final Fourin e zuri vendin e parë në ndeshjet e luajtura në Agnosel. Të shohim tani aksionin e Mateqit, intervenon mbrojtja e Hotlës. Të shohim tani ka offside. Erkan Aliu e ngrit flamurin e tij. Topi për Anid Osmanin. Shohim tani. Korner për Mateqin. Është korneri i parë në këtë ndeshje. Të shohim këtë rast, do të thoja, për Mateqin. Krosohet topi, shumë lejtar aty, mbrojtja e Hotlës e do bën topin në thellësi. Dhe tani atje iku topi Anid Osmanit. Kanë kaluar 15 minuta në pjesën e parë. 0-0. Lirim Abazi. Mustafi, Shuaib Mustafi. Out për Hotlen. Deri tani ndeshje e barabartë. Kthehet topi mbrapa deri te Elmedin Sherifi. Topi shpejt për Sejt Salin. Portieri Emir Ali. Në derbin e parafundit të zhvilluar në Paj, Emir Ali kishte disa intervenime të shkëlqyeshme. Ajredini. Musli e ka humbur topin.
Tani Iseni, Bleron Iseni. Shuaib Mustafi, të shohim tani apo në offside është kapiteni dhe sulmuesi i rrezikshëm i Hotlës Bunyamin Fetai. Topi në drejtim të Gjemailit, Ajredini. Nuk ka offside. Musliu, topi në son drejtësisë, kapiteni aty. Valeri Sufi. Por offside ka qenë. Mbetet rezultati ai fillimit. 0 Hotla, 0 Mateci. Derbi i javës parafundit, i javës 14 në ligën e futbollistike komunale të Likovës. Derbi është zhvendosur në Kumanov. Për herë të parë po ndodh diçka e tillë. Qasimi është 20 vjeçar. Shohim tani Lirima Bazi. A do të arrijë ankohet 11 Shuaib Mustafi. Vazhdon tani topi për Gjemailin. Qazimi. Pret topa që kapiteni Isufi. Mbetet në aksion Mateci të mbështetur nga tifozët e tyre. Sigurisht edhe deri tek jo po vinë këto prohoritje të Matecësve. Aty qëndrojnë, aty janë tifozët e kësaj skuadre. Ramadani. Kemi faul për Hotlën. Neziri. Rakipi. Qëndrima Bazi. Nesër e dy futbollistëve lirohet mirë. Tani Lirima Bazi. Kundër sulm. Aty Rostemi. Para Shuaib Mustafit. Topin out, jashtë vjesënsore. E këthen Lirima Bazi. Nuk arrin Sejt Sali dhe topi për portierin Emir Ali. Topi për portierin e Matecit. Minuta e 22. E pjesës së parë. Qëndrima Bazi. Qazimi. Topi në krahun e gjatë. Ishte Muslia atje, por nuk janë doli të kontrolli topin. Tani pasimi gabuar. Musli.
Ishte aty Gjelbrim Gjemaili. Out për Mateqin. Nga 13 fitore dhe vetëm nga një humbje e kanë Hotla dhe Mateqi në këtë sezon të parë të Ligës Futbollistike Komunale të Likovës. Edhe atë humbje kanë përjetuar nga, më thënë, nga kundërshtari i sotëm. Hotla nga Mateqi dhe Mateqi nga Hotla. Nga një humbje të vetme në këtë kampionat. Goditje dërimi për Hotlën, që Ndrima Bazi është pranë topit. Iseni. Të shojmë tani. Isufi ndalet nga Bazi, goditje dërimi për Mateqin. Është 34 vjeç Faler Isufi, njëri nga sulmuesit më të mirë të Mateqit. Qarzimi. Në top në zonë të rëtësi dhe gol! 1-0 për Mateqin. O, çfarë golit bukur ka shënuar! Gol fantastik. Vetëm të mësoj autorin. Në të lovi të madhe shënuan kol Ajredini, Arben Ajredini shënoi një gol fantastik dhe solli Mateqin në avantazh me rezultat 0-1. Është minuta 25 në pjesën e parë. E tash do t'jetë ndeshja edhe më interesante. Presim ndeshje më të zjarrt në vazhdim, sepse Hotla nuk ka më se çka të kalkuloj dhe të gjallit të brori që Mateqi Gjemaili. Qarzimi ishte aty në mesën e dy futbollistëve. Aksioni Hotlës, qëndrim Abazi. Mustafi po ndërsol me Mateqit, pak lejtar ka. Të shojmë aty Gjemaili dhe ka goditje apo faul, se nuk pesha nga vendi ku jam duke komentuar ndeshën. Pastaj kemi faul më duket, po. Tash terreni është i vështirë në disa pjesë. Ngritet Gjelbrim Gjemaili. Jo, ka vetëm out për Mateqin.
kartoni pari verdhë. Ka protestuar atë autori i golit Arben Ajredini dhe Maliqi. Pa një, pa dy, tregon kartonin e parë të verdhë në këtë ndeshje. Nuk do shumë komente. Është gjyqtar që dëshiron ta ketë në kontroll çdo moment të lojës. Të shojmë, a do të arria Bazi apo Rustemi dhe aut për Hotland. Po ja provi minutës e 30 në pjesën e parë. Nga minuta e 25, Mateqi është në avantazh kundër Hotles në derbin e javës e 14, në derbin e sezonit. Është ky rrethi i tretë i garave. Është ndeshja e parafundit. Është ndeshje e sezonit kjo. Kush fiton bëhet kampion. Ani pse ka edhe një ndeshje deri në fund. Sepse do të shikohet edhe në fund nëse ekipet kanë pikë të barabarta, do shikohen duelet mes veti. Dhe pastaj golaverashi e kështu me radhë. Kemi korner, po, 1-1 në goditjet nga këndi. Krosohet topi, të shojmë të gjotën dhe vërshëllim e arbitrit. Është shërbyer me dorë. Futbollisti i Hotles është ky Lirim Abazi, po kishte shkuar në sulm të rrezikoj portën e Alit. Ajredini për të shojmë. Tuar trokitet nga tifozët e Mateqit. I Sufi Gjemaili Mire mendoj Ajredini Osmani Iku topi Emir Ali. Janë më të zëshëm tifozët e Mateqit. Skuadra e tyre është në epërsi prej 1-0. Abazi, qëndrim Abazi ishte para Gjemailit, e fitoi duelin. Kaloj me dorë nga kapiteni i Mateqit, Valeri Sufi. Rakipi. Out për cilën skuadër, për Hotland. Kush më i shpejt, Abazi. Vazhdon Abazi dhe shkakton faul aty. Musli. Ka marrë topin aty qëndrim Abazi, numri 10 i Hotles.
Të shojmë çfarë strategjie do të përdorin Hotla. Merhova ty edhe Gjevdet Rakipi. Ndërtojnë murin e gjallë për çdo eventualitet aty futbollistët e Mateqit. Është distancë e largët rreth 30 metra. Provon goditjen e tij dhe kemi korner. I dyti në këtë ndeshje në kornere 2-1 për Hotlën, në gola 0-1 për Mateqin. Minuta e 34 e pjesës së parë. Korner për Hotlën, shumë lejton në zonë të rëptësisë. Intervenon aty mbrojtja Mysafire, ta them kështu në thonjza. Dhe kontrafaul nga Sali. Të shojmë atje portieri i Mateqit. Ka mbetur i shtrirë në fush. Dhe tani futet në teren fizioterapeuti i skuadrës së Mateqit. Është një moment tash për të lojtarët për të fushu pak, për të freskuar me ujë. Një moment për të qlodhur lojtarët pak, sepse kjo fush e bën edhe të vetën. Është më e madhe. Tereni është sot për fat keq në gjendje të keqe në disa pjesë. Aty ndoshta edhe ku luhet më shumë ku po shkon topi i futbollit. Ku po zhvillohet loja. Afër 16 metrashit. Sidomos të 16 metrashit të portës Hotlës. Një me 0 për ata që në këto momente janë inkuadruar në transmitimin ton direkt të këtij derbi të madh të lidhjes udhëheqësore komunale të Likovës, Hotla dhe Mateqi. Kjo ndeshje zhvendosur në stadiumin e Bashkimit. Për herë të parë po ndodh diçka e tillë dhe kjo është mirë për futbollin e Likovës, një promocion, një promovim i futbollit. Falenderojnë edhe njerë nga zemra shoqatën e mërgjimtarëve, edhe një Mateqit, të cilët edhe kësaj radhe e mbështetën portalin ton Open TV për ta dhënë transmitimin live drejt për drejt për të gjithë ata që nuk gjenden sot në stadium, në tribun, dhe do të kenë mundësi që përmes këtij transmitimi ta ndjekin edhe në diasporë, në Zvicër, Gjermani, Austri, ku janë mërgjimtarët. Të shojmë tani. Çfarë aksioni, mundësi për 2-0. Ja, nuk ka gol. Shpaton Sheval Neziri. Shpaton Neziri, portieri i Hotlës. Mbetet 1-0. Korner për Mateqin. Kursem dhe topi do t'i takoj Nezirit. Po. Pas një dilem aty. Mundësit mirë patën Mateqi. I shpëtoj aty Hotlën portieri Sheval Neziri.
Loja vazhdon. Mustafi. Out. Nuk pak nevojt aty të vrapoj pas topit Rustemi. Topi për Emiralin. Ajredini. Mustafi. Qasimi. Ishte aty Nuhi. Shojmë atje Ramadani. Rakipi. Out për Hotlën. Proteston atje Ramadani. Topin në zonë të rëftësis, mundësi për 1-1. Barazon Hotla në 1-1. I vetmuar aty. Më duke se numri 14, po. Sejt Sali e barazon rezultatin në 1-1. E harraj mbrojtja e Mateqit. Salin i cili i pa penguar nga skosh i adoli të barazë rezultatin e 1-1. Minuta e 40 në pjesën e parë. Barazo derbi. Barazo rezultatin e derbi. 1-1. Gjithçka nis nga fillimi. E harroi mbrojtja e Mateqit. Salin. Monir rutinore e plasoi topin në rrjetën e Emiralit. 1-1. Shojmë tani, është Rustemi. Out për Abbasin, Lirim Abbasin. Të shojmë nuk është i kënaqur diçka. Portieri i Mateqit, Ali. Osmani. Ibishi. Abbasi. Loja vazhdon. Loja vazhdon. Lirim Abbasi. Ajredini e humb duelin me Salin. Abbasi.
Të shojmë tani, Benjamin Fetoj aty në zonë drejtësisë, por është Ramadani ai i cili ja rëmben topin. Të shojmë tani Gjemaili, out për Mateqin. Interesante. Është për loja. 1-1 është rezultati. Mateqi i pari kaloi në avantazh me golin e Ajredinit. Ndërkaq që barazoi Sali. 2 golet bukur i pa në pjesën e parë. Out për Mateqin. Ishte Neziri që luajti me kokë i fundit. Të shojmë tani këtë mundësi. Për kapitenin i Sufi. Jemi në çastët e fundit të pjesës së parë. Osmani, Anid Osmani. Gota të Gjemaili. Abazi për vllajën e tij Lirimin. Po kthehet mbrapa për Salin. Në fakt për Mustafin. Dhe topi për Emir Alin, portierin e Mateqit. Po luhet minuta e fundit në pjesën e parë, sipas Oroson. Sherifi dërgon topin jashtë vijës sansore. Ka pasur disa ndërprerje dhe do të shohim se sa do të plotësohet, sa minuta shtesë do të ketë në fraksionin e parë të këtij takimi. Abazi e lezoi mirë Akipi, Rustemi falni, këtë aksion të Abazit. Të shohim atje tani Nuhiu. Ramadani. Nuk ka rrina e diri para ti portieri Neziri. Fetoj. Pak e kemi parë në pjesën e parë. Të shohim tani. Nuk ka offside dhe 2-1. Më demantoi kapiteni Benjamin Fetoj. Thash nuk e pam shumë në pjesën e parë dhe ai shënon gol në minutën e 45. Kapiteni Fetoj e sjell në avantazh skuadrën e tij për herë të parë në këtë ndeshje. 2-1. E tash Harpaçekët. Hotla remontada në stadiumin e Bashkimit. Hotla në çastet e fundit, në sekondat e fundit të pjesës së parë, vjen në avantazh kundër Mateqit me rezultat 2-1. Sali, aksioni bukur ishte i Hotlës në momentin e shënimit të golit. Dhe në këtë moment arbitri kryesor Valton Maliqi jep shenjë për përfundimin e fraksionit të parë. El Clasico e Likovës në pjesën e parë i takon Hotlës, e cila me golat e Sali dhe Fetojt është ose shka në përshim të
pjesës së parë me rezultat 2-1 kundër Mateqit. Për Mateqin shënoi Ajredini në minutën e 25. Pas pauzës së rëndomtë do të kthehemi me komentimin e ndeshjes derbi Hotla Mateqi këtu në stadiumin e Bashkimit në Kumanov.